e kam ndjekur këtë gjykim dhe i qëndroj bindjes së mëparshme që Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë çka ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës së hakmarrjes. General, do ju bëhet qefi që po ju them se përfunduat me ne. U bëm pyetjet e fundit, jeni lirë të shkoni, mund të largoni nga salla e gjyqit, ju faleminderit që erdhët, që ndat informacionin që kishit me ne, mund të largoheni me sekretarin e seancës, përgjigje. Faleminderit, po nuk pata një shans, më premtuat që mund thoja diçka, nuk më dhat mundësinë të thoja diçka. Gjykati keni thënë plot? Më jepni vetëm 2 minuta, ju lutem. Do them diçka nga perspektiva ime. Gjykati, nëse thoni diçka, nuk mund t'ju bëhen pyetje për këtë. Përgjigje, nuk do them asgjë që ka nevojë të pyetet më pas. Po dua t'ju jap thjesht një perspektivë, se përmenda revolucionin amerikan disa herë. Jemi në një epokë aktualisht ku ka forca të mëdha që përpiqen të ndikojnë qeveritë ndryshme, që prej luftës së dytë botërore jemi përpjekur të kemi një sistem ndërkombëtar bazuar në rregulla, që ka funksionuar deri në një mas, po nuk ka funksionuar tërësisht. Dhe pas rënies së murit të Berlinit dhe hapjes së lindjes, u shpërbëj Jugoslavia dhe personat në Jugosllavi kërkuan të njëjtat liri sikurse perëndimi. Sigurisht kjo është ka filluar që me monarkinë e Habsburgëve dhe sovjetikëve dhe kemi një situatë aktualisht në Ukrainë. Nuk po përpiqem të jem i pasjellshëm, se proceset penale janë të rëndësishme. Por duhet të ketë një kufi duki sa i takon rendit. Pra, ka rend, por personat duhet të respektojnë dhe duhet të përpiqen të luftojnë për të drejtat e tyre.